Buxheti i Bashkisë Devol për vitin 2024 kap shifrën e mbi 585,5 milion lekëve, një vlerë më e lartë se ajo e vitit të kaluar. Sa i përket investimeve, sipas nënkryetares së kësaj bashkie, Eliverta Pavliqoti, do të vijojnë të zbatohen ato që kanë nisur, më konkretisht përmirësimi i infrastrukturës rrugore në qytet dhe fshatra, si dhe përmirësimi i kushteve të banimit për familjet në nevojë. Investimet për vitin 2024 janë parashikuar të vazhdojnë ato që kanë nisur vitin e kaluar. Nuk kemi investime të reja, por që do vazhdojnë të përfundojnë ato që kanë nisur. Konkretisht janë duke u vazhduar rehabilitimi i rrugëve të brendshme të fshatit Progër, Miras, Ponçar, Pilisht, të qytetit, Vitinsk. Këto janë në vazhdimsi. Një pjesë ka filluar dhe një pjesë është në vazhdim. Dhe është në vazhdimsi pjesa e financimit të projektit të vitit 2023-2024 për kushtet e banimit, për përmirësimin e kushtet të banimit për komunitetet pafavorizuara. Projekti i përmirësimit të kushteve të banimit për komunitetet e pafavorizuara zbatohet prej disa vitesh në Bashkinë e Devollit. Këtë vit nga ky projekt do të përfitojnë 102 familje. Gjatë këtij viti nuk do të mungojë vëmendja e bashkisë edhe për organizimin e një sër aktivitetesh që kanë për qëllim zhvillimin e turizmit në zonë dhe të ekonomisë lokale.